prej shokëve më të dalluar të Muhamedit alayhis salam. Unë jam I bindur se të gjithë ju e keni dëgjuar tregimin e Bilalit radiallahu anhu dhe të gjithë ju e dini shembullin e tij. Mirë po ta rikujtojmë edhe një herë se çfarë dënimi kishte ai. Transmetohet se e dënonin në dy forma. E krefnin zhak, më thonë ja zhveshnin teshat dhe e krefnin zhak në për shkretin, në për gurës, e krefnin zhak, do më thonë për shkretire, si duket ja lidhnin durët për ndonjë deve ose ndonjë kali, dhe e krefnin zhak në për qytet, në mënyrë që ta zbrapsin nga feja Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo është një dënim I rëndë. Dënimi tjetër ishte se kur u bëhte më nxehtë në mes të drekës, e mirëni një gur të madh I cili ishte nxehur në diell dhe ja vendonin mbi gjoksin e tij. Do të thonë këtë rast dy gjëra ndikonin tek ai që ta dënojnë, edhe nxehtësia e gurit, po edhe rëndesa e tij, se ishte gur I madh. Mirë po për shkak kësaj Bilali vazhdonte të thojë ehadun ehad, ehadun ehad, vetëm një Zot. Dhe vazhdonte që të jetë I qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky lloj dënimi vazhdoi aq sa dëshiroi Allahu, do të thonë një kohë gjatë, derisa Ebu Bekri radiallahu anhu, Ebu Bekri ju kishte ofruar disa herë që ta blejte Bilalin. Mirë po ata më herët shpresonin se do ta zbrapsin, do ta kthejnë përsëri në atë fenë e vet. Kur I humbën shpresat prej Bilalit, e panë se ky nuk ka mundësi më të kthehet, u bindën se ky ose do të vdes, ose do të qëndrojë në atë veten, thanë bile të fitojmë ndonjë të mirë materiale prej tij, andaj edhe ja shitën Ebu Bekrit, I cili pastaj e liroi dhe u bë pastaj në Medinë, po edhe më herët u bë muezini Muhamedit alayhi salatu wassalam. Përderisa shembujt e mëparshëm të gjithë pra vdiqën dhe shkuan në ahiret, vdiqën si shahida, shembulli I Bilalit është shembull se si Allah subhanahu wa taala pas provës e ngriti këtë njeri. Andaj kur ja dërgon sprovën Allahu një robit, duhet ta di ai rob se kjo është për të mirën e tij, ose do ta pastroj ose do ta ngrit në dynjë para ahiretit. Mos ti kish pas të sprova Bilali, a thua do të njihej rasti I tij në histori, a do të përmendej, a do të bëhej një prej yjeve më ndriçuese të fesë të Allahut? Padyshim se jo. A do të kishte atë gradë të lartë në dynjë dhe në ahiret? Padyshim se jo. Mirë po sprovat u bën shkak që ta ngrisin Bilalin radiallahu anhu. Andaj thonë disa prej dietarëve se grada më e lartë në përballim të sprovave, grada më e lartë që mund të arrijë besimtari është që të falenderojë Allahun për këtë sprova. Subhanallah, jo të duroj, po të falenderoj Allahun subhanahu wa taala për të sprova. Kjo është grade e lartë dhe është shumë rëndë të arrihet. Mirë po për këtë shkak është grada e njerëzve më të devotshëm. Sepse pse ta falenderoj Allahun? Sepse e din ose mëkati I shlyhet ose grada I ngritet, domethënë në xhenet. E din se kjo është për të mirën e tij.